Një gjendje shumë e keqe, shumë e rëndë, një gjendje e cila shkaku i partisë në pushtet ka një farë lloj, hajde të themi, paralizim të gjendjes institucionale, të jetës institucionale, dhe përballë një situate komplekse, regionale, por edhe më gjanë të merremi me gjëra të tilla, do të thonë është një kthim mbrapa, një regresi dhe diçka që nuk mund të përkthehet në produktivitet asnjëherë. Kjo që një situatë që uroj dhe bëj thirrje që partia që sot e drejton vendin të reflektoj. Politika funksionon mbi bazën e negociimit, kompromisit dhe jo kryenësisë. Kështu që do thënë çfarë të them më shumë, kjo ka të kaluar çdo normë normale, është hera e parë që ndodh dhe një situatë që nuk do ta quaja për turp. Patjetër që është partia në pushtet, sepse çështja e krejut të mëhershëm të qeverisë ka qenë jo adekuate, ka qenë jo e pranueshme, qoftë si çasti, qoftë si shprehje, si mënyrë komunikimit. Dhe tani kur gjërat e qarta që kandidati i propozuar që 12 herë që nuk ka lënë, ajo parti duhet të reflektojë, sepse edhe opozita, bloku opozitar është shprehur disa herë që nuk ka tendencë për bllokimin e kuvendit, mirë po kandidati është i pranueshëm dhe të paktën që mund ta bëjë një parti që ka racionalitet dhe që po e shohim që partia vendosur nuk ka racionalitet brenda, atëherë do duhet ta ndronte atë gjendje për hir të kompromisit dhe deblokimit të proceseve një kandidat të pranueshëm, sepse kryetari i kuvendit do të jetë një figurë pak a shumë me disa elemente unifikuese. Mirë po ajo si më thonë, ideja apo mendimi, koncepti që ose si që them unë, ose s'ka rrugë tjetër, kjo është primitive në politikë, e dënueshme në politikë, dhe që asnjëherë nuk mund të sjellë situata apo rrethana pozitive. Patjetër që po, mirë po tani, përveç kësaj unë e shoh edhe një gjë të çuditshme dhe të vetë kandidatet që është propozuar, sepse për X arsye, nëse ndonjë një ditë të ardhmen, që edhe mund mos vi asnjëherë, por hipotetikisht po flas, nëse unë do të isha kandiduar për partisë time 2 herë dhe do të kisha ra, duke e pa vendin që e kam çuar bllokada, atëherë unë do të shkoja personalisht te kryetari i partisë, mos mi ul kreditet më shumë në diskursin publik dhe mos ta bllokon, mos e blloko asnjëherë jetën institucionale të Kosovës për shkak të apetiteve të mia. Kështu që nuk është çështja vetëm të krejuja e asaj partie, por është edhe çështja edhe të kandidati, sepse 12 herë banalizohet as i personalitet. Kështu që gjithçka e shoh si një lloj anomalie e madhe që vjen dhe burimin e ka konkretisht e partia në pushtet. Është shumë e paqartë, Partia Demokratike e Kosovës e ka bërë gjithmonë të qartë që kurdo janë rrethanat apo krijohet një mjedis për zgjedhje të reja, nuk heziton asnjëherë, sepse është një parti që beson veti, është një ngritje të madhe, koha punon për neve në këtë rast dhe në këtë kontekst përgjigjja shumë e qartë. Partia Demokratike e Kosovës është jo vetëm për zgjedhje gatshme, por për përballimin e çdo lloj sfide. Do nga themelimi i qeverisë, nga përballja me çdo lloj problemi tjetër që ka prur kjo qeveri për 5 vjet, deri tek gjithçka tjetër edhe përfshirë të zgjedhjet.